Protesta e banorëve të fshatit Baksariol ka hyrë në ditën e saj të 6 pa asnjë shenjtërheqje. Banorët vjojnë qëndrimet e tyre kundër projektit të ndërtimit të një resorti në zonë. Sot është dita 6. Dje kena bën një protest shumë pak njerëz, por kena bën një protest si është e papame. Sot po mlidhet populli, peshin i vet, popull nuk qa kena mbet, i tu jena. Qa do të vinë, do të shihet javën tjetër. Kjo do të jetë një protest si nuk do të mbyllet as sot i muj. I bëjmë thirrje shtetit, i bëjmë thirrje tanë shtetit tonë, shteti shqiptar. Ti vën këto letra në dukje, i bëjmë thirrje Spakut. Jena kanë para dhe Spakut, një vjet po bëjmë në mars, si në ka qua para 10 dish në ka qua në Shkodër. Na jena do të hanën do të bllokojmë deri në Shkodrës, te Përgoria. Dhe janë pak sot që do të shkojnë të hanën Tiranë. Prej Kosovë, prej Ferizajt. Kam ble tokë qysh në 2001 të në këto. 500 metra katror. Nuk është problemi tokës tem. Asë që më interesën e jo. Unë kam të ardhën atjera, kam gjona atjera. Jo, vendosë me orë se i kam shumë shok të mirë. Jam që 25 vite jam i lidhën me ta. Bu më dhimën këta. Që as din si ta sigurojnë bjetesën, e ju banja i gore si shtet me popullin, e vitin 2026, shekullin 21, me këtë gjonë gëzohet Serbia, gëzohet Greqia. Shka pëndodhë këto, mos me qenë prona, definu me kujton prona, une me këtë shtetë, une nuk di që i thëmë këti shteti. Nëse ka kush gjak shqiptarit që e din vetin sa shqiptar, dhe nëse ka nëj burë që i thot vetit jam burë, vjeni tu me na dalë zet. Nuk është puna me na dalë zet se dhe na mu vra me policë. Jo, me na dalë zet për me mërojt pronën dhe token tonë. Sot na ka në rjollit të dera. Nesër i vjen tjetërit, mos ta harrojnë, kujtojnë se vetëm rjolli. Jo, nesër do të këtë rrallën tjetëri. Përsa i përket i ti popullit që është i tu, nuk do të nalojnë protesten. Nuk po hy në tema tjera se kam leta apo s'kam leta, se ato i kam bërë publike dhe nuk është nevoja tash ta zgjasim, se nuk po zgjasim më shumë. Çështja sot që jena këtu, jena sot 2 herë më shumë se dje ose pa dje. Mas 2-3 ditë do vinë edhe tjerë do bëna shumë më shumë. Ta kuptojnë qeveria shqiptare se këtë tokë nuk e gëzon kush, përveç pronarit ligjshëm, i cili e ka brez pas brezit, i cili ka met, ndoshta edhe pa shkollë mos më shku shkollë, se nuk ka pas më shku shkollë. Jo se s'ka pas djeni ose dëshirë, por nuk ka pas mundësi ekonomike, ka met pa shku në shkollë dhe ka shku me bakti, vetëm e vetëm që prona e ti të blenë pronën dhe tjetën pronën e ti. Ndërkohë dhe këtë shtunë nuk kanë munguar shoqërimet nga forcat e policisë. Të hënë në orën 9, banorët kanë paralajmëruar një protestë tek prokuroria e Shkodrës.